Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi akuzon Serbinë se po vazhdon të refuzojë që të zbatojë marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, një vit pas arritjes së saj. Më 27 shkurt 2023 në Bruksel, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen bazë, ndërsa më 18 mars në Ohër u arrit dakordësia për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Marrëveshja nuk është nënshkruar, por Bashkimi Evropian thotë se ajo është ligjërisht e obligueshme për palët. Kur do të duhej të ishim në rrugën e drejtë të zbatimit të plotë dhe pa kushte të marrëveshjes së Brukselit, po mbushim një vit nga dita kur u ra dakord për të, dhe Serbia ende refuzon ta firmosë e rrjedhimisht edhe ta zbatojë marrëveshjen. Përkundrazi, gjatë kësaj periudhe një vjeçare jemi përballur me shkeljet e Serbisë për shkallëzimet e saj në terren, refuzimin verbal dhe zyrtar të marrëveshjes dhe qëndrimin e vazhdueshëm destruktiv, shkroi Bislimi në Facebook. Ai tha se Serbia shantazhoi dhe kërcënoi serbët që të bojkotonin zgjedhjet lokale në veri prillin e vitit kaluar. Akuzoi për sulm të institucioneve pas marrjes së detyrës së kryetarëve të rinj shqiptar në veri dhe protestat e dhunshme në maj të vitit kaluar. Ai po ashtu përmendi dhe sulmin e armatusur të kryer nga një grup serbësh mbi policinë e Kosovës në Banjsk të Zvečanit, për të cilin Kosova fajson Serbinë, por Beogradi mohon të ketë gisht. Në vetëm një vit të gjitha këto sjellje dhe akte dëshmuan se Serbia po pengon fuqishëm avancimin në rrugën drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke, tha Bislimi. Ky i fundit, që është edhe kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë, thotë se Kosova është e përkushtuar për zbatimin e plotë të drejtë dhe pa kushte të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj.